Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lenin Allahut, sot si temë e radhës që ka të bëjë me thatësinë emocionale, do të qetë thatësia emocionale me pjesëmarrësit në ndeje apo shoqëruesit në ndeje, tubime, mbledhje e kështu me radhë. Kjo është edhe tema e fundit për sa i përket këtij seriali. Inshallah do të na mbetet edhe një ligjërat që do të jetë e përditshme në fund të Ramazanit dhe ditën e Idit me lenin Allahut. E kështu që inshallah ta shohim shkurtimisht për sa i përket kësaj teme se çka ka të bëjë thatësia emocionale me pjesëmarrjen në ndeje apo tubime apo mezhlise. Manifestimet që manifestojnë këtë dukuri janë shumë, nuk janë pak, po do t'i përmbledh shkurtimisht që të qemi sa më qartë edhe t'i kuptojmë dhe t'i zbatojmë që është shumë e rëndësishme, për shkak se ne shohim shpeshherë në përndetet tona, tubimet e tona, shpeshherë shohim probleme, shpeshherë hasim vështirësi kur ashim pyetje që të grumbullohemi me një vend, t'i lëshojmë ose t'i bëjmë vend dikujt tjetër, e në përgjithësi mundohemi në kësi raste zakonisht japim përparësi qefeve tona, dëshirave tona, vetës sonë e jo tjerë. Po ta shohim realisht si Islami e trajton këtë temë dhe sa i ka kushtuar rëndësi kësaj teme. E para prej manifestimeve që aludojnë thatësi emocionale është mosbërja vend në ndeje ose në mezhlise, tubime, mbledhje, ku do qofshin ato. Qëllimi është ke pjesëmarrës, nuk ke ti vetëm dhe jeni bashkë me një vend, grumbulloheni, tubojeni, po megjithatë shef një dukuri, një e keqe që ne shpeshherë asim, po edhe në xhami, fatkeqësisht, kur themi që dikujt t'i bëjmë vend, ne zakonisht nuk i bëjmë vend. Edhe japim përparësi vetës, duam që krejt vendin ta marrmi për veten dhe mos t'i japim vend dikujt tjetër ose mos t'i zgjerojmë hapësirën që të ulet dikush afër neve ose bashkë me neve. Normalisht Islami nuk na mëson kështu dhe Islami na mëson diçka tjetër. Islami na mëson dhe na nxit që ne të mundohemi t'i bëjmë vend tjerëve dhe të zgjerohemi me qëllim që të gjithë përfitojmë edhe tulemi me një vend. Allahu subhanahu tha: "Ya ayyuhalladhina amanu, idha qila lakum", o ju besimtar, nëse juve ju thuhet tafassahu fil majalisi fafsahu, nëse dikush ju thot zgjerohuni, bëni vend me një mezhlis, Allahu thot bëni vend, bëni hapësirë, e nëse e bëni atë, yafsahillahu lakum, nëse ju e bëni këtë, Allahu juve do t'ju azgjeroj. Çfarë Allahu zgjeron robit? Nëse robi i azgjeron dikujt vendin, i jep hapësirë që të ulet edhe qëndroj bashkë me te. Allah subhanahu normalisht që ati i azgjeron gjoksin e ti, i azgjeron dhuntit, mirësit e ti, i jep për të mirave ti në dunjë dhe po ashtu në ahiret do të përfshin rahmetin e ti. Gjitha këto, ky njeri i cili e respektoj këtë etik, edhe respektoj këtë rregull, dhe u mundua që dhe tjetëri tulet bashkë me te dhe të përfitoj, dhe i bëri vend, u zgjerua, ose realisht ati zgjeroi vend, po ki u ngushtua, pa e dëmtu dikë tjetër, atëherë me lenin Allah do ta marrë këtë problem. Përmesa se nxiti që besimtari të ketë kujdes kur tulet në përmezhlise, sa më shumë të jepet hapësirë të qerëve që të ulen bashkë me të. Tha përmesa se shtot Ibn Omeri që pejgamberi Allahut ka thonë tafassahu wa tawassa'u, ka thonë zgjeroni edhe bëni vend. Zgjeroni edhe bëni vend. Bëni vend, qëllimi është jepni hapësirë edhe qerëve që të ulen bashkë me juve, jo ti i zë dy vende, edhe qetëri kur do për më ul bashkë me ty, ti nuk jep hapësirë atij për më ul. Ne sot i shohim fatkeqësisht edhe në ligjërata ku kemi sot më shumë prezencë ose ditëve xhumë. Ti e shef që safet janë bosh, ka vend, ka hapësirë sa dush, po megjithatë nuk lishon pej, nuk lishon vend. Ti thu ejani afrohuni, ata as që lëvizin prej vendit. Ti thu eja afrohu që të hynë edhe qertë mos rrinë për jashtë, mos rrinë të dera, ti megjithatë i shef që atyra sfarën nuk ju intereson që të afrohen ose që të ngushton me qëllim që të hynë edhe qertë që të i bëjt atyre vend. Me një ditë qetër thot Ebu Sejdi el-Khudri radiallahu anhu, thot e kam dëgjuar pejgamberin Allahut duke thënë khairul majalisi awsa'uha, mezhliset më të mira, vendejet, tubimet, grumbullimet më të mira janë ato më të gjerët, që në te jepet hapësirë që secili tulet edhe të prezantoje në te. El Esmai ishte një prej dietarëve të hershëm, thoshte për Ahnafin, një dietar tjetër, tha kur vinte dikush te ai ja lishon të vendin, i bën të vend me njëherë.
nuk kishte problem që të jetë egoist edhe ta mbojë veç vendin për veti, se ai vend fundit nuk ja ka bë as baba, as nuk ja kanë ble askush prindrit, nuk ja kalon amanet që të ulet ai vet aty edhe pastaj qëndroi edhe ta mbojë atë vend. Sikurse me qenë në front. Jo. Pse çeli ku e gjen vendin aty ulet, edhe kur ka nevojë që dikush, ne jemi të folur për vende publike, që nuk janë vende private, që ti e ke atë drejt, po vende publike, edhe vjen ulet, lëshoj edhe vendin qet, lëshoj edhe qetrit vend. E lesma i kur vjen te dikush, ja zjeron te vendin. Nëse nuk kishte mundësi që ti bëje vend, ai lëviste që duket do thotë që ta shohë qetrit që do thotë pja zjeron aty vendin, sa ka pas mundësi, nëse ka pas mundësi. Do thotë ti kur e shef sot, fatkeqësisht kjo është një prej manifestimeve që tregon tacinë emocionale, për shkak se njeriu i cili nuk ka ndjenjë ose është i ftoftë në brendësinë e tij, ai person zakonisht i vepron veprat e tilla, për shkak se personi i tillë zakonisht nuk i intereson për tjetrin. Ai intereson veç veten e tij. Tu nuk ka vesh këtu problemi. Është një problem diku tjetër, se këto gjëra e manifestojnë një problem tjetër që njeriu ka karakterin e tij. Personat e tillë zakonisht edhe në përditshmëri janë egoist. Ai nëse është egoist edhe në këtë rast, ka me qenë egoist edhe në gjëra të tjera. Kjo është pjesë e karakterit të tij. Prandaj mos prit prej tij ndonjëherë që diçka do të kontribuojë bashkë me ty ose do të ndihmojë, do të përkrahë për shkak se ai i jep çdo herë përparësi vetes. Nëse ka interes për veten e tij, atëherë ai të shkel. Nëse jo, e shikon da ka interes. Si të ketë interes, atëherë tamam, bashkëpunon me ty, përndryshe asgjë i intereson. Ai personi i cili zakonisht gjen vend edhe bën për tjerë vend, zemrat e tjerëve shumë më lehtë i përfiton. Që edhe ty, nëse dikush vjen edhe ta liron një vend, ta përfiton zemrën, ta merr zemrën. E shtoj asaj nëse dikush ulet pranë teje me buzëqeshje, sillet mirë, atëherë si do të jetë gjendja jote me to, si do të jetë gjendja e tij me të. Kjo është e parë. E dyta është qëndrimi i personit me një mezhlis ose ngritja e personit, më themi, për një vendi ku më herët është ul dikush tjetër. Ti je ul, e ke zonë një vend. Edhe tash unë e vi, edhe thom çu. Çka bën kjo? Çka nxitet ti? Urrëqe. A nxit dashuri? Mundet me nxit kjo dashuri. Për shkak se ti je më meritori për atë vend që e ke zonë. Edhe tash unë me tardh, edhe me dhon urdhër, çu. Kjo normalisht nuk është prej etikës, nuk është prej edukatës. Pejgamberi si thot Ibn Omeri, tha la yuqimu ar-rajula min mejlisihi thumma yajlisu fihi. Tha mos ta ngrite dikush tjetrin e pastaj ai të ulet në atë vend. Për shkak se kjo nuk është prej edukatës, nuk është prej etikës. Ne këto i veprojmë, ne i dëgjojmë shpeshherë. Unë prej kur kam filluar me trajtu këtë temë, po flas si temë thatësie emocionale, e kam përmend qysh prej fillimit, se këto tema janë tema shoqërore. Tema të përditshme që ne i përjetojmë, i shohim dhe i zbatojmë. Edhe këto tema kemi nevojë shpeshherë të i trajtojmë. Për shkak se çdo herë gabojmë, e kjo tregon që ende s'kemi mësuar. Ne ndoshta merremi me mesele të mëdha, që neve ndoshta nuk na përkasin ose ndoshta nuk ndodhi një në vit ose në 50 vite. Ama këto që i kemi në përditshmëri, çdo herë ja na shkalojmë. A realisht këtu shihet edukata. Dhe në këtë formë përfitohet edhe zemra. Dhe në këtë formë tregohet ti a je i gjallë prej brenda apo ke thatësi emocionale. Prandaj edhe kam titulluar serialin Thatësi emocionale. Kam folur thatësi emocionale me prindërit, me fëmijët, me jetën bashkëtorë, me fëmijën, me farefisin, me xhallart, me shokët, edhe tash përfundoj me ata që jemi sot ku ulemi edhe ku qëndrojmë bashkërisht, e shpesh na ndodh që takojmë edhe në përxhami. E do thot ulemot thon, qëllimi ku është këtu? Pse pejgamberi se më ndaloi një veprim tillë? Qëllimi është se kjo çon deri në urrëqe. Kjo çon që njeriu ta krijojë një bindje të keqe për tjetrin, i cili e mori dhe ngritja. Në esencë të gjërat e lejueshme që i thuhet muba, gjithë janë barabartë. Nuk askujt nuk i jepet prioritet. Ai i cili arrin i atë kalon tjetrit që ta marrë atë të lejume, e ati jashtë. E nëse dikush vjen edhe dëshiron për mja marrë atë, kjo është rrëmbim, kjo është grabitje. E gjërat të cilat janë grabitura janë haram. Nëse një tokë grabitet, nuk lejohet blerja e saj. Për shkak se është pronë dikujt tjetër, duhet që t'i kthejë pronarit. Nëse toka videt, toka nuk është e jotja, po është e pronarit vet. E rrëmbimi i atij vendi, grabitja me dhunë, se nuk është me qef, se ti kur i thu diku çu, atëherë do thotë që ti i arrëmben atë vend, ndoshta ai më i fuqishëm.
ke pozit, ke pushtet edhe e merr. Edhe atëherë çka ndodh? Atëherë do të thotë që personi në këtë rast, ban do thotë gabim. Vepra e tij është haram, nuk lejohet rrëmbimi edhe personit se ulet ka bë haram. E tash varet prej situatave. Varet prej situatave kur ka mundësi me qenë e urryr ose me qenë do thotë haram. Po në përgjithësi si vepër do thotë duhet me qenë kujdesshëm nëse dikush e ka zonë një vend. Edhe personi që ka zonë atë vend ulet aty, duhet patjetër do thotë ai që qëndrojë dhe nuk lejohet për me ngrit, përveç nëse është vend i dikujt që atij nuk i lejohet për më ul, ose do thotë është një dobi e përgjithshme që dikush tjetër më ul aty, edhe ai ka zonë vendin pa dije, atëherë kërkohet do thotë prej tij me edukat që të largohet prej atij vendi me qëllim që ta marrë një vend tjetër të ulet dikush që është prit që të ulet atë vend. E treta që ka të bëjë me thatësinë emocionale në aspektin e shoqërimit edhe qëndrimit në përde, me pjesëmarrës tjetër është në prezencën e qerve, kur ka njerëz në mezhlis, personi shkon ulet kryqësovës, të nesishtojnë, do thot ulet i pari. Qëllimi është ka prezent njerëz, edhe po supozojmë që xhamia është e mbushur. Edhe ti tash çka bën? Prej atje vjen edhe do më ul përpara këtu. Edhe tash për më ul dush me kaluna për krejt njerëzit, ama s'kush nuk detyron për me qenë këtu. Sa që është vendi jot, as që pritesh ti aty me qenë, po ti do thot thjesht ki qef. Edhe çka bën? Në këtë rast prej atje vjen ulesh këtu. Tamam. Ama ti desa të vish këtu ti i lëndon, i dëmton shumicën atyre që janë prezent. Ky nuk ka qenë udhëzimi i pemës, nuk ka qenë udhëzimi i sahabëve. Thot Jabir ibn Sumra radhiyallahu anhu thot që kunna idha atayna nabi sallallahu ta kur vishim ose kur vinin te pemës sallallahu jalasa ahaduna haythu yantahi ule si cili prej neve në atë vend ku kishte vend. Tash ke ardh e ke gjetë vendin që qofsh tamam. Ulesh atje. Ky ka qenë udhëzimi i sahabëve. E njerëzit kur kanë thatësi emocionale në brendësinë e tyre, atyre fare nuk ju interesojnë për ngjenjat e tjerëve. Ata nuk mërziten. Prandaj edhe veprojnë ashtu, se njerëzit që janë më të ngjeshëm, edhe kanë kujdes për emocionet e tjerëve, ata kujdesen, sadopak kanë një lloj edukati, një lloj etike. Edhe Islami nxit, merre shikoj Islamin përgjithësi. Islami nxit edukat, Islami është edukat. Islami nxit do thotë sjellje të mira, nxit në etik. Krejt Islami merre shikoj, është i tillë. Nxit që ti me qenë shembull. Nëse ti nuk je shembull për tjerë, atëherë është problem. Ende se ke kuptuar realitetin e Islamit. Ende se kuptuar realitetin se çka nxit Islami dhe ku stimulon që me shkuti. E thot El-Ahnaf ibn Qais, tha unë që thirrem, që të ftohem prej larg, është më e dashur për mua se sa që të largohem prej afër. Të thoshte me një vend tjetër, tha nuk jam ul me një vend asnjëherë që kam pas frikë që do të më thu çu. Pse se nuk ka vendi jot. Shembull, ke ardhur prej atje i ulash, veni diku që të puna. Ti ke gabu do thotë. E ke gabu rrugën, e ke gabu do thotë, se ke kuptuar mirë se ku duhesh me qenë. Dhe çka ke bë? Ke ardhur dikush të kanë thonë çu. E tha nuk kam pas asnjëherë frikë, pse se kur jam ul me një vend që kujna se ka interesuar për me më çu. Edhe prandaj ka thonë, për mua me më thirr prej larg është më e dashur se sa më largu prej afër. Prej afër do thotë që ti je ul me një vend që nuk ka vendi jot. Edhe i ke lëndu qert, edhe i ke dëmtu gjitha qert për mul aty. E andaj ku vjen? Ose kur të vish në atë vend që e shef që është prast ulëm. Në që është me zhisi, çka bu puna? Atë bije pozita, atë bije personaliteti, atë bije autoriteti, jo. Ullësh ati me një vend, nuk ka është problem. U kry, nëse do më herët, bujrum, hajde më herët, e se venin e parë dhe ullu, nuk ka është problem. E katërta, për i manifestimet që manifestojnë këtësinë emocionale, është qëndrimi ullja në një vend nëse dikush është ngrit për ndonjë nevojë. Shembull, ke ardh, je ull. Dhe e ngrit për një nevojë, me ndru një avdes, ose diçka një punë. Po vendi nuk është i joti, po ti je më meritori për shkak se ti je ull. Edhe tash vjen dikush tjetër, edhe ullet. Mirë. Pejgamberi se më tha, siç e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, fa idha qama ahadukum min majlisi thumma raja ilayhi fa huwa haqqun bihi. Tha nëse dikush ngritet prej mejlisit ti. Nëse dikush ngritet prej mejlisit ti, e më pas kthehet për të ulur në atë vend, është më meritori. Pse është më meritori? Për shkak se ai ka qenë i pari i cili ka zënë atë vend. Edhe ti nëse se tash nuk është për edukatës, po me lejen e ti nuk është problem. Nëse se ke ditë tam nuk është problem. Ama nëse je ulë dhe ka thonë, ma ban Allah, po vendi është imi, se unë kesh ul këtu,
atëherë për edukatës është ti mu ngrit për aty meni edhe mu largu edhe me qit një vend tjetër që nuk ka problem, do thotë është vend i jote i cili e meriton. E do thotë nuk ka nevojë që dikush me kamgull, me thonë jo patjetër unë ta kam zonën, tash ti sikonën, edhe ti mos e sikon tash, edhe unë jam aty më merituar tash unë. Jo. Jo, se do thotë ta kuptoj realitetin e edukatës që neve na mëson Islami. Po është e pesta, është ndarja mes dy personave të cilat janë ulur njëri me tjetrin pa lejen e tyre. Janë ulur dy persona, shok, doslar, e dua njëri tjetrin. Janë ulur edhe bashkë, edhe ti vjen tash edhe futesh mesin e tyre, pa lejen e tyre. E këto është problem për shkak se ti çka bën? Ti realisht i ndon dy persona që ndoshta e kanë pas një mohabet, dy persona që ndoshta duan, nuk do dikush që dikush t'i afrohet afër, po duan ata dy që ndrojnë bashkarisht e kështu me radhë. Tha Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu tha që pejgamberi ka thënë la yahilu lirrajuli an yufarrika bayna ithnayn illa bi idhnihima. Ta nuk lejohet që dikush t'i ndajë dy persona pa lejen e tyre. Nëse ata dy janë ulur edhe qëndrojnë bashkarisht, nuk të lejohet që ti mu ul mesin e tyre mi ndata pa lejen e tyre. Nëse ata dy qapin leje, tamam. Nëse ata nuk qapin leje, atëherë qëndro. Dush me pas kujdes, me pas çdo herë, me pas kujdes në gjendjen e tjetrit çdo herë. Islami ka kushtuar shumë rëndësi në gjendjave të tjera. Shumë i ka kushtuar rëndësi në gjendjave të tjera. Merë lexo për sa i përket gjendjeve të tjera se sa Islami e ka rrit këtë çështje dhe sa i ka dhënë përparësi dhe sa i ka kushtuar rëndësi. Merë lexo gjendja e tjerëve, gjendja ndaj prindërve, ndaj fëmijëve, ndaj komshive, ndaj punëtorit, ndaj padronit, gjithë. Merë shikoj, ka plot. Kjo është Islam. Merë lexo, për shkak se kemi nevojë për me lexu. Një prej tyre është kjo, por kjo është shkurtimisht. E gjashta është që të vetmohen dy persona pa tretin. Dy persona pa tretin, në kupton janë tre persona. Dy vetmohen edhe largohen, bisedojnë njëri me tjetrin fshehurazi, pa e thirr ose pa e ditë i treti dhe pa lejen e tij. Do thotë tash jeni tre, po këtu nuk përfshin vetëm se tre persona. Thonë ulemat edhe nëse janë shemo 10, e ndohen 9, e lën njërin, edhe këtu përfshin. Nëse janë 4, dy ndohen, dy qëndrojnë, nuk ka problem. Po qëllimi këtu është mos mbetet një. Shikoni Islami sa i ka kushtuar rëndësi. Një çështje që ne zakonisht e veprojmë, jemi tre persona, dy ndohemi, edhe njërin e braktisim vetë. E atë e braktisim me qëllim që të bisedojmë diçka edhe tisha kemi, po për tretin, po edhe mos me qenë për të ai lëndohet. Për shkak se menjëherë mendimi shkon atij se atë që ne bisedojmë ose duam ta bisedojmë ka të bëjë me atë. Arrejt është s'ka të bëjë, ama Islami nuk na mëson kështu. Islami na mëson diçka tjetër. Islami na mëson që kujdesu që mos përzitet vllavi jot. Mos ja prek zemrën atij. Mos e lëndo. Për shkak se këtë formë ka mundësi për me lëndu. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Idha kuntum thalathatan fala yatanaja ar-rajulani dun al-akhar." Fa nëse jeni tre persona, mos mbyllen dy persona ose mos fshehen dy persona njëri me tjetrin, që të bisedojmë fshehurase pa tretin. Pse? Thot hatta tahtalitu bin nas, derisa të përziheni me njerëzit. Si të përziheni me njerëzit, do të thotë që të vinë qerë. E kur vinë ata qerë, atëherë rritet numri, atëherë nuk ka problem. Ama kur janë tre thash problem, pse? Min ajli an dhalika yuhzinu. Për shkak se kjo e pikllon vëllai musliman. Kjo e mërzit. Ndohesh. Ty. Ai treti, ti çka bën? Ti më njëherë shkon mendjes janë të fort për mua. Kjo vlen edhe për ata që e flasin një gjuhë që tjerë nuk e din. Edhe janë tre persona, edhe ulen dy persona, të cilët e bisedojnë njëjtën gjuhë, edhe bisedojnë njëri me tjetrin, tjetri nuk e njeh fat gjuhë. Kjo vlen edhe për ata. Kur ka veçim, kur veçohet që tre persona bisedojnë pa tjetrin, nëse personi jep leje, kjo është e para, nëse personi jep leje, nëse personi thot tamam, me lejen time, dirisht do thot bisedoni, nëse janë 4 persona, e merr një e shton, nuk ka problem, ose nëse dobia është më e madhe se sa domi. Nëse dobia është më e madhe se sa domi, atëherë do thot lejohet për me fol. Sigur se shembull po e marr më praktik më thjesht, nëse të ka një musafir. Edhe tash vjen turp me fol përpara musafirit, e thirr fëmin tan, edhe I thu përgatit këtë në vesh, përgatit këtë. Në këto raste lejohet për me bisedu dy veta, pa e di tjetri se çka bisedohet, prezencën
e tij. E treta, fakt e shtata dhe e fundit dhe me këtë pa e përfundoj, është zgjatja e qëndrimit në shtëpinë e musafirit. Shkon dikun. Shkon musafir, po çka bën? Rri me orë. Me orë tëra derisa e dëmton qetrin. Me orë tëra do thot personi më ngushtohet me thon çu. Edhe çka bën? Personi ngushtohet, as në kryen nevojat e veta, as punët e veta, edhe ti e lëndon e dëmton atë. Islami i kushtoi rëndësi kësaj çështje. Të argument për këtë është Enes ibn Malik, i cili thot kur u martu pejgamberi me Zenebin, i ftoi për ngosti. Shkuan sahabët, qëndruan, disa qëndruan pak më gjatë, pejgamberi ja nisi më ngushtu. Edhe erdhi keq. Po smutem nuk më kemi u thonën çuno, edhe u baj ke pejgamberi sikur se po do mu çu. Mirë po kur e pa se nuk çon, atëherë pejgamberi ma vonë u çu. Kur u çu pejgamberi u çu disa. Mirë po qëndruan disa. Qëndruan disa, edhe kjo normalisht që nuk erdhi mirë. Ashtë eranti, tash me thonë çu, ti vetë dush me kuptu, njeri është martu. Edhe tash i dush me kuptu se njerëzit kanë nevojët e vetë në shtëpi. Ti tash me ardhë me qëndrua ti pa lejen e ti me orë tëra nuk është tamam. Edhe derisa kur u çun atëherë pejgamberi si shok Enes ibn Malik, atëherë do thotë shkuan edhe pejgamberi edhe hyri, do thotë mrena, edhe ata do thotë çka ishin, do thotë aty brenda u çun e pon se është më vonë edhe normalisht që e kanë lënduar këtë formë ose e kanë ngushtu pejgamberi musafiri duhet me pasën me ditë, me pas pak edukat, me ditë edhe rregullat, ku shkon dikun jo me qëndru me orë, sigurisht se disa që vinë, aty do shoj vjen mirë po ndoshta i ngushton familjarët edhe ndoshta i ngushton ata që ki shkon në shtëpi edhe nuk kanë mundësi të kryejnë nevojat e veta. Themi Batali rahimullah dietari i njohur, tavorësia e këtij edepi është që mos të ndohet personi i cili ka thirrë, ka ftuar qert, po njeriu duhet me pas kujdes, njeriu ka pas kujdes, domethënë duhet me pas kujdes që mos t'i lëndojë qert ose mos t'jetë pengesë për mi kry qert nevojat e tyre. Kto ishin shkurtimisht për sa i përket kësaj pike që është temë me rëndësi. Mirë, po shkurtimisht thjesht njëri kujtim për neve që ti zbatojmë për shkak se për dishmëri shpeshherë po gabojmë, edhe kjo është edhe fundit si ligjërat e këtij seriali që titullohet Thatësia emocionale. Lutë Allahun azza që Allahu të na vetëdijsojmë këtë aspekt. Lutë Allahun që thatësitë që kemi në shpirtin tonë Allahu azza të i largoj dhe lutë Allahun që sa më tepër të na vetëdijsojnë aspektin e gjendjeve të tjera, që të kujdesemi për ta, ti kultivojmë ato, ta shprehim, ta nxjerrim pa atë islamin ton që ne e shprehim me gjuhën tonë, edhe normalisht që kemi shumë motiv për tjerë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.